luftë. Porti i Durrësit, edhe pse është i vogël, është i madh në krahasim me Porto Romano, por ka dhe disa elemente të tjerë pozitiv. Ndodhet në gjiun e Durrësit, i cili ka kapacitete maksimale për zbarkim në tokë, kalimin në rrugë dhe vazhdimin pra, si temë, kapacitetet maksimale zbarkuse në Shqipëri, në rast të një operacioni, zbarkimi ose transferimi forcash nga perëndimi në lindje, është gjiu i Durrësit dhe porti i Durrësit. Prandaj, çdo lloj tentative për të devijuar këtë lloj koncepti operacional ose duke për të ndërtuar një port të ri në Porto Romano, nuk bëjmë gjithë tjetër veç se ne dëmtojmë konceptin operacional të NATO-s. Dhe operacionet zbarkuse janë tepër vulnerabël nga pikpamja e mbrojtjes, si ajrore, si detare, si nëndetare. Dhe vetmja mundësi që ti të kthesh detin Adriatik në një liqen të NATO-s është të bllokosh kanalin e Otrantos. Dhe këtu vim tek rëndësia e gjuhët vlorës. E kuptoj. Dhe me thëmë, Më kur pëlqeu politika... shumë si e kalove, shumë e logjikshme. Kur politika flet për zhvillime strategjike në këto zona, ne duhet të shqetësohemi. Natyrisht, shiko, si është problemi. Shtetet funksionojnë... Se ne po kthejmë bazat ushtarake? Do në dëgjosh që ne po flasim ku shteti e para funksionon me dokumenta strategjik. Ne nuk kemi dokumenta të tillë strategjik, po të marrë projektin e Sazanit. A ka studim fizibiliteti? Jo. Jo. Në vitin 2019, në Këshillin e Ministrave, është diskutuar për krimi, ka qenë muaj korrik ose gusht, është diskutuar për krimin e master plani ose një plan rregullimi të Bregdetit shqiptar. Është diskutuar dhe akoma nuk është bërë. Shiko, çdo kryetar bashkie do ishte e kënaqur që qyteti i tij mos të kishte plan rregullimi se ai jep të lehtë si donte. Dhe Bregdeti shqiptar pra ka 6 vjet që kërkohet të bëhet një plan rregullimi i Bregdetit shqiptar që të thuhet këtu do ta kemi plazh, këtu do kemi port, këtu do kemi port detar, këtu do kemi port peshkimi, këtu do kemi një hotel me 5 yje, këtu do kemi këtë. Pra 529,11 km2 që është Bregdeti shqiptar, ne duhet kishim një plan rregullimi dhe të thoshim se çfarë do ishte çdo metër, 529,11 metër linear. Pra ne duhet thoshim në çdo metër linear çfarë do kishte, çfarë projektonte shteti dhe mbi bazën e këtij çdo investitor mund të vinte sipas projektit dhe të jete lekët. Po ke studimi fizibilitetit, pse nuk është bërë një studim i tillë? Dhe në raste të tilla, ne shohim që fjalën e fundit për një territor të tillë kush e thot? E i thot qeveria, e thot ushtria apo jo, duhet ta thon teknicienët. Ja, një pyetje. Nëse unë do kisha një person apo një grup personash që do kishin bërë studime fizibilitetit, do t'u bëja vetëm një pyetje. Sa shpejtësia maksimale erë se regjistruar në ishull e Sazanit? Duhet ta dini. Normalisht duhet ta dini. Por nuk e di njeri. Ju e dini? Po natyrisht që e di, sepse ka dokument dokumentare. Po ta them unë, është sa një uragan i kategorisë parë. 108 km/h. 108 km/h. Dhe shpejtësia mesatare në dimër shkon nga 60 në 90 km/h. Më thuaj ti kush është ai hotel me 5 yje që mund të mbijetoj në një mjedis e para me shpejtësi të lartë dhe me kripshmëri të lartë, në një mjedis tepër delikat nga pikpamja meteorologjike. Më thuaj cili është ai hotel me 5 yje.